Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Falenderojmë Allahun me falënderim të veçantë që meriton madhnia e Ati për ulim edhe vetëm për Allahut falë dhe ndihmë kërkojmë shumë salatë dhe selamën pejgamberit tonë të dashur Muhammed alayhis salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë muslimanëve që ndjekin rrugën e besimit të drejtë Islam. Të nderuar vëllezër besimtarë, ne jemi në muajin e madh të Ramazanit, në muajin me shpërblime shumë të mëdha, në muajin që i dedikohet njerëzve të mëdhenj me qëllime të mëdha. Ne të gjithë agjerojmë për Allahun dhe bëjmë vepra të mira për Allahun. Në jetën e kemi që Allahu të jetë i kënaqur me ne, ndërsa për shpërblim nuk duam tjetër veç kënaqësinë e Zotit dhe xhenetin e Tij. Në një hadith kutsi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, Allahu thotë: قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Çdo vepër është e birit të Ademit përveç agjerimit. Agjerimi është për mua, thot Zoti, dhe unë do ta shpërblej për të. Agjerimi, por edhe tër muaji i Ramazanit, ka për qëllim që neve të na lartësoj shpirtin dhe të na bëjë njerëz më të mirë. Shpirti i njeriu ka nevojë të edukohet, të vijet në kontroll, të mësohet rruga e Zotit dhe të forcohet. Pikërisht, muaji i Ramazanit për ne kërkon që më shumë kohë t'i japim shpirtit, sepse gjatë tërë vitit për 11 muaj ne po kujdesemi për ushqim të shëndetshëm, për pastërti, e mbajmë fizikun e çka do kohë tjetër, ndërsa shpirti po jetë anash 11 muaj. Prandaj për urtësive më të mëdha të këtij muaji të agjerimit për atë Ramazanit është që në këtë muaj lartësohet shpirti i njeriu besimtarit. Allahu thot në Kur'an: Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, o ju që keni besuar, është bërë obligim agjerimi, kema kutiba alal ladhina min qablikum, siç ka qenë edhe obligim për ata para jush, leallekum tattaqun, që të bëheni më devotshëm. Pra, në mënyrë shpirtërore, qëllimi i Ramazanit nuk është vetëm uria dhe etja, por është edhe lartësimi i shpirtit dhe arritja e devotshmërisë. Sepse kur trupi ynë dobësohet nga agjerimi, atëherë shpirtit i jepet hapësirë dhe forcohet me përmendjen e Allahut. Nderuar vëllezër besimtarë, në muajin e Ramazan zemrat tona zbuten, sytë tonë lëtojnë më shpesh dhe shpirtat tonë afrohen me krijuesin e tyre. Besimtari e gjen kënaqësinë në namaz, qetësinë në leximin dhe dëgjimin e Kur'anit dhe një lumturi të papërshkrueshme kur i bën Zotit lutje në iftar dhe mësifër. Në një hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë na përshkruajti: kur hyn muaji i Ramazanit, hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhenemit dhe prangosen dhe lidhen shejtanët. Ta dini që një person për të thënë shpirt mirë, ai duhet më konë edhe fjalë mirë. Prandaj muaji Ramazan nuk tenton vetëm neve na largojnë nga buka dhe uji, por edhe nga fjalët e këqija dhe sjelljet e paheshme, sepse një shpirt i mirë duhet të jetë edhe fjalë mirë. Jo rastisht tha Muhamedi alayhis salam: "Men lam yada qawla az-zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajatan fi an yada ta'amahu wa sharabahu." Kush nuk i lën fjalët e këqija dhe punë me të, Allahu s'ka nevojë që ai njeri të rrinë i uritur dhe i etur. Sahabiu i famshëm Xhabiri radhiyallahu anhu ka thënë: kur të agjerosh, le të agjeroj edhe dëgjimi yt, edhe shikimi yt, edhe gjuha jote nga gënjeshtra dhe gjunahet. Mos e lëndo askënd, le të jetë ditja e agjerimit dhe dita ku ne ka agjeron njëjtë. Pra një ditë që agjeron dhe një ditë që nuk agjeron, mundohu më konë e njëjtë pas një dallim, atëherë kjo arrit lartësinë e duhur të shpirtit. Nderuar vëllezër besimtarë, në këtë muaj shtëpitë tona, pra në muajin Ramazan, shtëpitë tona vizitohen nga shumë njerëz në për sifyre e në për iftare. E gjithë familja angazhohet që të bëj gati një iftar dhe të ketë mjaftueshëm për të gjithë.
duke fillu prej prindëve të fëmijët dhe gjyshët. Secili jep mundin dhe angazhimin që të ngritet spiritualiteti i familjes muslimane. Të bëhet shtëpi tona ku jepet bukë, jepet iftar e syfër, ushqehen farefisi, nevojtarët dhe fukarat. Kjo është lartësi e madhe e shpirtit. Në një hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kush i jep një iftar një agjerusi, do të kesh shpërblimin sikur agjerusi, pa ju paksuar as pak shpërblimi atij. Në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nëse gruaja shpenzon nga ushqimi i shtëpisë pa keq përdorim, ajo ka shpërblimin e saj. Burri ka shpërblimin e të për atë që ka fituar, dhe kujdestari, pra ai që run atëherë ushqimi, e ka shpërblimin e tij. Shpërblimi i njërit nuk e akson shpërblimin e tjetrit. Dhënia një iftarit, dhënia një sadakaje, një syfyri, është angazhim sa dush për këtë familjen. E kjo e pastron shpirtin e antarëve të familjes prej të këqijave dhe i bën më të ndjeshëm me shoqërinë dhe familjen ku jetojnë. Mos harroni një gjë, shumë e rëndësishme, iftari i të bën gjithë antarët e familjes në një sofër të bukës. Shumë vështirë sa të kemi me fëmijët tonë, me familjen tonë, në një kohë që shumë dinamike kështu po e quajmë, me hangër bashkarisht familja, edhe pikërisht mendojmë që muaji Ramazanit është një afrim mes njëri tjetrit, duke lartësu shpirtin e secilit prej antarëve të familjes, duke bërë me dije se është një hieshi, është një bukuri e të ushqyerit bashkarisht, po ka edhe një bereqet, një bekim të madh. Po e ndajmë një tregim që disa ashabët pejgamberit tonë alayhis salatu wasalam shkuan te pejgamberi alayhis salam dhe u ankuan, o i dërguari i Allahut, ne po hajm po spongime, nuk po ngopemi. Atëherë pejgamberi alayhis salam tha, e di tha ku keni probleme. Tha, jeni duke hungur këtë vetë, veç masini të hungur. Po çka të bëjmë, tha i dërguari i Zotit? Çashtu tha, jemi mësu. Tha, jo. Tha, nëse doni me pas bereqet, po lexoj original, fajtamiu ala ta'amikum wadhkuru smallahi alayhi yubarak lakum fihi. Mbledheni së bashku në ushqimin tuaj, përmendni emrin e Allahut në të, dhe do të ketë bereqet, Zoti u ashton atë. Edhe shkenca, edhe studimet e ndryshme kanë folur se sa ndikim të madh ka ushqimi në grup, por dallim ata që hanë veçmas. Ka dallim shumë për ata fëmijë që mësohen me hungër bashkërisht me një sofër, për aty në fëmijëve që mësohen secili në veti me hungër, edhe nuk e dinë vlerën e ushqimit dhe sofrës. Vrazhësia dhe arroganca e fëmijëve apo të rinjve tanë do të mund të hiqet kur të mësohen të hajnë bashkërisht, me a ditë rendin sofrës, me a ditë rendin muhul, me a ditë rendin kur më qu, me a ditë rendin e bo bismillah, me a ditë rendin me bo dua lutje për atë që u mundu me bo atë iftara atë syfir, pra nona apo motra apo ke kushke, me bo dua lutje më konë mirë njohës. Kjo është ajo që e lartëson shpirtin e besimtarit. Ne kësaj i thuajmë sadak në ushqim, por dhe është lartësim i shpirtit në këtë muaj, pra muaj Ramazan është lartësim i shpirtit të besimtarit. Po i mbyllim me një ajet kuranor ku Zoti thotë: "Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun." Falenderojeni Allahun për mirësitë e tij nëse e adhuroni vetëm Allahun. Lutuni Allahut sepse ai përgjigjet lutjeve tuaja.